Jemi në episodin e dytë të Zgjimi podcast, I cili kushtohet ideve, përmendjeve, njësive që për vite me radhë tek zyra për djemë dhe burra, stafi I tyre kanë përjetuar duke punuar ditë për ditë në kazën e dhunës në familje. Fatkeqësisht kena pas edhe raste tepër tragjike në qytetin tonë për shkak dhunës familje. Edhe këto na herë mas herë na bojnë me vu në pozita reflektuese. Sensibilizojmë të rinj që është e nevojshme që të kërkojnë ndihmë për menaxhimin e sjelljeve problematike, tashmë vitet e fundit ato ndihen më të lirë për mu afru vetë tek zyra e djemve dhe të burrave për me marrë shërbimin dhe nevojat e tyre. Jemi në episodin e dytë të Zgjimi podcast, I cili kushtohet ideve, përmendjeve, njësive që për vite me radhë tek zyra për djemë dhe burra, stafi I tyre kanë përjetuar duke punuar ditë për ditë në kazën e dhunës në familje. Në fakt, puna e përditshme ka treguar se jo gjithmonë mund të arrihet rezultati I duhur, por e rëndësishme është të kalohet nëpërmjet një procesi I cili na rrit jo vetëm ne si staf, por rrit edhe zhvillimin dhe ndërgjegjësimin në komunitet. Sot kam pranishëm Fatjon Taipi, koordinator I zyrës për djemë dhe burra, dhe Suela Domnori, përgjegjëse e shërbimit psikosocial në ZVA Shkodër dhe gjithashtu psikologe te Gruaja te Gruaja. Faleminderit për pjesëmarrjen. Faleminderit ty, Suat. Faleminderit. Do ta filloj me një pyetje që është për të dy. Cilat ishin kontaktet e para që ju keni pas me zyrën për djemë dhe burra, me shërbimin për burrat dhe djemtë agresiv? Dhe cilat ishin njësitë tuaja para se të bëheshit pjesë e zyrës për djemë dhe burra dhe e Gruaja te Gruaja? Ma në kjo pyetje të bën me reflektu me të çuj fije mrapa në kujtime. Po më mend që ka qenë besoj viti 2015 kur muroj telefonat nga dy djemë që atëherë ishin te zyra për djemë dhe burra që edhe vazhdojnë janë prap, që ishte fisniku me Jusuat, me morë për një aktivitet, unë isha psikolog shkollë, në një shkollë në Blikë dhe morë për një aktivitet që do organizonit me djemë e shkollës. Dhe më erdhi si habi, si surprizë, se më kishte ndëgju pak për zyrën për djemë dhe burra, por nuk e dishe konkretisht se çfarë është puna. Edhe të mendu gjithmonë që ka të bëjnë me dhunuesit edhe jo me këta komponentë tjerë që janë ndërgjegjësimi për djemë. Ky e kanë besoj kontakti I parë, mëson e ka vazhduar edhe një forum të universitetit, më mend që ka pas shumë impakt në atë kohë. Një forum që organizuar të Universitetit Shkodrës, Luiq Gurakuqi, ku ishin shumë folës dhe profesionistë që kishin ardhur prej rrjetit evropian punës me burrat me dhunuesit. Pa edhe të kam pas një lloj impaktit, një lloj ndikimi që dhatë unë si aktivitet. Po mos e kanë vazhdimisht kena pas aktivitete deri kur unë bëna pjesë e zyrës për djemë dhe burra në vitin 2018. E më mend edhe datë me një korrekt. Ka kalu pra një periudhë 7 vjeçare që isha ditë. 7 vjetë kusur. Suela? Po, shumë interesante në fakt edhe ndërkohë që po bësh pyetjen, automatikisht I kthehen shumë vite mrapa, por edhe është edhe kjo lidhja që krijon, impakti që ke për një X organizat apo për një X institucion, pa kanë pjesë e ti dhe impakti që ke ti pastaj kur bëhesh pjesë dhe përfshihesh akoma më shumë aty. Faktikisht kontaktet e para kanë qenë po ashtu po me ty Suat. Nëse edhe ti e kujton, jam e sigurt që e kujton shumë mirë, edhe ti punosh atëherë në një shkollë të qytetit të Shkodrës si punojës social I shkollës, dhe rastësisht jemi taku dhe I bë pjesë e rrjetit të shërbimit psikosocial të shkollave. Dhe unë e kam vlerësuar shumë këtë kërkesën tënde që ti më kanë pjesë, sepse vlerësoj gjithmonë që të kena sa më shumë antar, sa më shumë pjesëmarrës, në mënyrë që shkëmbejmë eksperiencat pozitive me njëri tjetrin. Pastaj njohja dhe më gjatë filloi me një ndihmë ku të drejtova unë ty për me realizu takimet tona, sepse ne kishim nevojë për një ambient më specifik dhe më të favorshëm për me realizu këta takime. Dhe ti si gjithmonë u shprehe shumë I gatshëm dhe na erdhëm për herë të parë vizituam edhe ambientet e zyrës djemve dhe burrave. Aty u krijuan edhe lidhjet e para, ku pa më nga afër se cila është realisht puna që ju bani. Pavarësisht se ne kena pas kontakte në shkolla, ku keni ardhur vazhdimisht me punu me nxënësit, sidomos me djemtë të klasave të nënta, më mend në një program për menaxhimin e zemërimit, nëse e kujtoj saktë. Aty ishte edhe eksperienca e parë dhe
si psikologe e shkollet, e re dhe unë në profesionin tim, ku je jeton për me mësu dhe për me pas njerëz nga jashtë i sjellin ekspertiza të ndryshme. Dhe fusha agresivitetit dhe sjellja problematike ishte edhe një sfidë për mua, unë kisha shumë të nevojshme mendimin nga jashtë. Shumë e interesuar pastaj ka vazhduar dhe bashkëpunimi të referu raste specifike problematike që unë kisha, por shumë e kufizuar në informacionin që kisha patjetër. Ndryshe është sot, kur ne kena bashkëpunime ma shumë bashk, kena mundësi që me ndërhy në shkolla bashk për të ditë edhe ma mirë cilat janë nevojat specifike, të i sjellta nevoja nga realiteti. Në të njëjtën kohë kur po fliqit ju dhe mu mos zgjum këto njësit e kontakteve me ju, po tjetër edhe unë kam qenë i ri në profesion dhe kisha shumë vështirë her pas here me ju kontaktu ju apo edhe profesionistë tjerë, por sidoqoftë fakti që ne jena sot këtu tregon edhe një mbarvajtje ose një linjë zhvillimi pozitiv në të njëjtën kohë në disa fronte, nëse mund ta them kështu, për një, si thosh, një ide ose për një të mirë përbashkë dhe prandaj jena edhe këtu, këtë është më thënë fakt që kjo ka shkuar dhe ka vazhduar. Patjetër, fal bashkëpunimit mirë, fal korreksis një tjetër më vonë, patjetër. Fatjon e përmend me 7 vjet tek zyra për djemë dhe burra dhe prej 4 vitesh më duket koordinator? Po, që në vitin 2021, fiks 4 vjet. Ti kjo ardhë me disa aktivitete dhe mandej u bane koordinator dhe vazhdove me disa tjera. A mund të më thonë këtë procesin se si ka qenë nevojshme që ose si e ke pa ti si profesionist ndryshimin e nevojën për me ndryshu aktivitetet që më ju përshtat nevojat komunitetit. Pra se si e ke pa ti këtë ndryshim? Për faktin që ne punojmë me burra dhunus, me djemë që kanë probleme me menaxhimin e emocioneve, zemrimit, shpërthimit që kanë. Por vitet e fundit edhe me të rinj që janë konflikt me ligjin, është punë shumë konsumuese, është punë e cila gjithmonë profesionistë edhe ata që ofrojnë shërbimi vënë para një lloj konsumimit ose si e quajmë në psikologji burnout. Po ajo që ndodhi gjatë viteve është e para, unë më mend para se me mu bë pjesë e zyrës për djemë dhe burra, më mend një cikël trajnimi 2 vjeçar që kena bë për me mu bë gati me punu me burra të dhunshëm. Edhe ka një proces shumë reflektues, transformues për mua si individ edhe për tonë pjesëmarrësit që kena kanë të ai kurs, për mu bë gati për me pas përballë një burr dhunshëm. Se kur thonë burri dhunshëm ose dhunus është si e pa kuptueshme për publikun. Po i burri dhunshëm është ai që ka dëmtu, ka vra, ka rra, ka rënu, atë që janë pjesa më afërt, pra që është gruaja, fëmia, edhe fakti që ti ke përballë një individ që nuk ka qenë i kujdesur, nuk ka kursy familjen e vet, si kena me ju qasme. Edhe masalan kur mora koordinimin, e rëndësishme nuk ishte vetëm qasja profesionale në aspektin terapeutik, këshillues, por unë vunare që stafi, zyra për djemë dhe burra, ka nevojë edhe për një mbështetje, për një suport tjetër që është në mbështetje institucionale. Pavarësisht se organizata nane jo në gruaja ka qenë gjithmonë e kujdesshme përmes supervizimeve, trajnimeve të vazhdueshme që na është ofruar, por kishim shumë nevojë edhe për një lloj mbështetje ose që me qytë ndërlidhje mes institucioneve tjera partnerë që ofrojnë shërbime në Shkodër, siç është shërbime sociale të bashkisë ose shërbimi social shtetëror, puna me policinë, puna me gjykatat, me shërbimin e provës. Pra ajo ishin edhe në fokus tem gjatë periudhës kur fillova me marr koordinimin e punës, se koordinimi është thjesht një rol, nuk është e qëndësishme. Në punën aty e bën i gjithë stafi, tonë ato që janë për ditë në punë. Koordinatori më shumë, ti e din vetë, koordinatori më shumë ka rolin me, po thëna me nda ose me adresu një problematik. Por thelbi, pra si sfidi ishte me vendos një lloj bashkëpunimit më të ngushtë, jo vetëm për hatet fjalës bashkëpunim, po një bashkëpunim që është funksional edhe që i shërben tonë anëtarëve edhe tonë institucioneve që merren me trajtimin e dhunës familje. Se është atem kështu dhunë në familje, e përmendim shpesh fatkeqësisht kena pas edhe raste
tepër tragjike në qytetin tonë për shkak dhunës familje, edhe këto na herë mas herë na bojnë me vu në pozita reflektuese. Ti e përmend edhe trajnimin në cilin e kena marrë pjesë dhe ka qenë si para përgatitje për të punuar tek zyra për djem dhe burra. Dhe aty një prej termeve ka qenë dive deeper, pra si një formë ku ne duhet thellohemi brenda vetes për të kuptuar dhe për të ndryshuar realitetin tonë dhe pastaj të tjerëve. A ka qenë edhe për ty, si thosh, një thellim puna tek zyra për djem dhe burra? Po, suat në tje përmendë shumë bukur edhe si proces edhe si terminologji që mund tjetë thellimi ose eksplorimi i vedit aty në ndikimeve pa vetëdijshme që na ka lënë patriarkalizmi gjatë jetës, mënyra se si na formu, edhe si trajnim, po edhe puna me burra të dhunshëm vazhdimisht vën në këtë pozitë, pra që të reflektosh dhe shikosh me atë lupën që ka këshillimi, se çfarë ndodh me individin, pra një individ i cili dëmton atë që është më jo afërmi, pa krijesën e vet, po them fëmin ose bashkëshorten me cilin ka nda pjesën më të madhe të jetës, të intimitetit, ku ka shpalos vedin, dhe në një moment e thën atë kufini, në një moment e shkërmoj stanat marrëdhënie që ka kriju. Edhe kjo gjatë bën me reflektu, të bën një farë mënyrë me hy, me eksploru se kush janë ato thërimet që e kanë çuar individin me marrë këtë vendim, me kriju këtë sjellje ndaj familjarëve të vet. Dhe procesi gjithmonë këtë efekt ka ose këtë drejtim ka. Se kur flasim për rehabilitimin e dhunuesve dhe për këshillimin e tyre, gjithmonë shihet sikur kena një program i cili mëson si shkruhet A-ja, si shkruhet B-ja, si shkruhet C-ja, por nuk është kaq e thjeshtë. Është një lloj labirintit për me hy me pa se ku janë të copat që kanë ndikuar te individi për mu bë i dhunshëm dhe që në një moment caktuar, ai merr këtë vendim për me qenë i dhunshëm. Se praktikisht unë besoj edhe në ata besojmë që njerëzit nuk lindin dhunshëm, njerëzit marrin vendim për me ushtru dhunë, se po t'ishte që kanë lindur dhunshëm, nuk do kishte efekt as programi, as rehabilitimi, as neja, as reflektimi, as gjë. Faleminderit për këtë indicje dhe për këto gjëra që edhe mund kthehen në fakt. Vendosi edhe unë veten tek hapat tuaj nga një herë kur ti i përmend. Sola është vënë re pra nga një punë e vazhdueshme gjatë gjithë këtyre viteve se me të vërtet është reale dhe efektive puna konkrete me djemt agresiv dhe ndoshta një indicje më shumë për mësuesit dhe për psikologët e shkollave. Atëherë Suati e the dhe veç që bashkëpunimi ka kanë i her pas hershëm. Do të thotë që ju keni hyrë në shkolla her pas here dhe keni pas kontakt me psikolog, me punonjësi social dhe me mësuesit. Këto kontakte të vazhdueshme patjetër që e bëjnë më të besueshëm personi që është në shkollë për gjitha stafet. Ashtu siç thashë më përpara, nevoja për të pasur ekspertizën nga jashtë, çdo problematik ka nevojë për ekspertin e tij, që në momentin e identifikimit të problemit deri në rrugë të zgjidhjes të këtij problemit. Unë mendoj që vit pas vitit, zyra e djemve dhe burrave duke u identifikuar nëpërmjet jush, nëpërmjet Suadit, Fationit, Fisnikut, Ordenit dhe Endit, është bërë figurë edhe ma i njoftën dhe ma besueshme për të rit. Unë di raste kohët e fundit që kemi pasur referime dhe janë frekuentuar qoftë me dëshirë. Nëse vite më përpara është dashur të ndërhyjmë nëpërmjet mësuesave dhe gjejmë një rrugë nëpërmjet prindve që të sensibilizojmë të rinj që është e nevojshme që të kërkojnë ndihmë për menaxhimin e sjelljeve problematike, tashmë vitet e fundit ato ndihen më të lirë për mu afru vetë tek zyra e djemve dhe të burrave për me marrë shërbimin dhe nevojat e tyre. Gjithashtu edhe takimet her pas here edhe aktivitetet ndërgjegjësuese, nismat që merr organizata Gruaja te Gruaja dhe zyra për djem dhe burra, gjithnjë më shumë i përfshin të rit me forume të ndryshme duke fokusuar tek fenomenet negative ato e kanë më të domosdoshme. Por njëkohësisht jo vetëm duke i përfshirë, por duke i dhënë mundësinë atyre që të lobojnë për të drejtat e tyre dhe të bëhen informues për bashkëmoshatarët e tyre. Dhe mendoj që kjo gjë vit pas vitit rrit akoma dhe më shumë jo vetëm ndërgjegjësimin, por besimin, sepse është e rëndësishme shumë që ti besosh dikujt që të afrohesh dhe të lejosh vetes të marrësh shërbimin.
Sidomos vitet e fundit me bashkëpunimin e ngushtë me ty, Suela, dhe me ndryshimet që ka pasur në historikun e vet, domethënë gryat e gruaja dhe zyra për djem dhe burra, ne kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme nga viti në vit. Dhe ti ke qenë e përfshirë në gjitha këto aktivitete dhe unë e kam parë, domethënë edhe ke reflektuar profesionalizmin, emocionin dhe gjitha me radhë. Por ajo që unë desha me thënë, a ka një dinamik të re edhe brenda teje fakti që ke marrë tashmë edhe një rrugtim tjetër profesional? A ka ndikuar edhe personalisht tek ti? Patjetër që ky rrugtim më ka ndihmuar jashtëzakonisht edhe mua personalisht. Edhe pjesë e shkollës, pothuajse 16 vite, psikologe e shkollës, gjithashtu edhe drejtuese e shërbimit psikosocial, e cila më ngarkon akoma më shumë me përgjegjësi të tjera në lidhje me iniciativat dhe përfshirjen e të rive në aktivitete të ndryshme. Rrugtimi në organizatën Gruaja të Gruaja më ka fuqizuar, jo vetëm mua, më ka zhvilluar profesionalisht, por më ka lehtësuar edhe procesin e përfshirjes së të rive dhe angazhimin e të rive. Duke njohur të dy realitetet, realitetin e shkollës, nevojat, se si përfshihen nxënësit, cilat janë iniciativat të cilat ato i kanë më afër zemrës dhe janë më të motivuar, duke parë dhe mundësi që organizata ka ofruar, duke parë dhe mundësitë dhe fokusin tuaj, më ka bërë shumë më të ndjeshme para punë ndaj këtyre temave dhe fenomeneve, por edhe më të fortë dhe më të fuqizuar për të realizuar aktivitete të bukura. Është ajo që thash në fillim, sa më shumë që të bashkëpunojmë me institucione, aq më fuqishëm jemi dhe aq më impakt do të kemi jo vetëm në shkolla, por edhe në komunitet. Sepse ideja është që jo çdo ndryshim, jo çdo aktivitet duhet bëhen brenda mureve të shkollës. Por ideja, qëllimi është që të ketë një impakt dhe vizualitet sa më të madh edhe në komunitet, duke arritur kështu dhe qëllimin tonë përbashkët, jo vetëm arsimi, por edhe në shoqatë dhe në organizatë. Po të këtij personalisht nuk e përmend fort, domethënë cili ka qenë diçka, një aktivitet cilin e ke shumë për zemër dhe me të vërtetë ti e përfshirë totalisht. Forumi kundër dhunës kibernetike patjetër që po, kampanje iniciativë të jashtëzakonshme dhe një motivim të nxënësve, sepse unë dua ta shoh motivimin diçka shumë kryesore, sepse është detyra jonë, është përgjegjësia jonë që të godasim realisht aty ku fëmijët kanë kuriozitet dhe aty ku mund t'japin më të mirën. Dhe kam parë gjatë këtij forumit realisht fëmijët kanë dhënë më të mirën apo jo. Dhe unë kam shijuar jashtëzakonisht shumë. Përfshirja ka qenë shumë masive, edhe nga vetë pjesëmarrja, por edhe të rinjt kanë ardhur me ide dhe iniciativa shumë bukura të cilat shpeshherë ndoshta nuk i mendojmë edhe ne, sepse ka ardhur koha që t'i shohim gjërat ndryshe, t'i shohim syrin e tyre. Ashtu është, domethënë edhe një prej gjërave që unë mbaj mend shumë mirë në përfshirjen tonë të Fationit, temën apo gjithëve stafit, ka qenë pyetja që ti e ke ngrit shumë herë se çfarë dojnë të rinjt tashmë. Domethënë jo të shkojmë ne me diçka të gatshme, po ti pyesim ato edhe gjatë forumeve. Një pyetje që unë ja bëj vazhdimisht vetit, ja bëj edhe në një orë të thjeshtë edukative që hyn në klasë para se me trajtuar një temë. Çfarë keni dëshirë me diskutuesat? Sepse shikoj se nëse shkojmë të planifikuar, do dalim komplet jashtë pritshmërive tona, sepse nxënësit mund të kenë komplet një qëllim tjetër, mund të kenë një kuriozitet tjetër të cilën duan ta diskutojmë dhe ne nuk e mendojmë, ndoshta nuk i japim prioritet për momentin. Fation, në qoftë se ne i kthehemi edhe një herë shërbimeve të zyrës për djem dhe burra, jo vetëm atyre në aspektin personal që ka të bëjnë me këshillimin direkt, por edhe në atyre komunitar. Në çfarë pikash mund të ndalesh ti ose çfarë mundesh ti me kujtu nga gjithçka që ne kemi zhvilluar ndër vite dhe thushi me të vërtetë në aspektin si koordinator mendon që e ke bërë shumë mirë, po edhe në aspektin personal mendon që ka pas një efekt gjithëpërfshirës. Në vazhdimisht suat nalën tek pjesa e ditëve të aktivizmit, po edhe gjatë gjithë vitit, se çfarë fushatash, çfarë aktivitetesh mund të krijojmë dhe mund të ndërmarrim që me pas impakt të komuniteti. Mi griz diçka, me vun pozita që me mendu edhe herë për që ashtu bë kjo aktivitet. Edhe ka qenë cikli i fushatave burrat din me dasht, që unë mendoj në tana format që ka ardhur, që në fillim me poezi, me piktura, me këngën, me shfaqjen teatrale. Edhe ky podcast është pjesë. Edhe ky podcast është pjesë e asaj serie. Që publiku me kuptu që burrat nuk janë vetëm ato të mërshmin, gogolt, e cilët shkaktojnë dhunë, por janë edhe ato që dinë me dashtë, me ndërtue, me kenë drejt progresit dhe përparimit. Kjo si cikël, pra burrat dinë me dashtë, praktikisht mendoj që ka pas impakt dhe kam rrit më shumë komunitet.
por nga ana tjetër është edhe një fushat tjetër, që quhet Ralla Babs, që unë e kam pas shumë për zemër, që ka qenë një projekt 3 vjet, ku zyra për djemë dhe burra është investu shumë për me me kuptu institucionet, shkollat, qendrat shëndetësore, tanë komunitetin, që kujdesja për fëmijë. Jo vetëm kujdesja, por për kujdesja, rritja e fëmijës ka nevojë për prezencën e të babës edhe të nanës. Edhe vetë emri Ralla Babs ishte që tash ka kohë që baba me kenë një prind për kujdes, i angazhuar, i përgjegjshëm, dhe jo me pas atë rolin e komandantin në shtëpi, por që erdhi baba, që njihet shpesh në shoqëni tradicionale, erdhi baba, tash do të më çon kam, do të më ndaj drejt. Patjetër që fëmia mund të çohet në kam për gëzimit që erdhi baba, po jo për frikës që erdhi baba, tash do të më ndaj drejt. Patjetër që fëmia duhet me vrapu, me shku drejt babës, jo vetëm për me i shfaq një gëzim, po dhe ato shqetësimet e vogla që ka. Edhe që baba më arrit me kuptu tanë ciklin se që e fëmis, çfarë sfidash ka. Pra. Kur shkruan, kur fillan me shkru, kur fillan me fol, pse e thët këtë fjalë, kur ka nevojë për kujdesje fizike, për me ba një dush fëmis. Pra, gjitha këto përgjegjësi, të cilat janë të prindve, kryesisht nuk kanë qenë të atashume me babën, shoqëni tradicionale, dhe kjo fushat ka pas në thelb ndërgjegjësimin e komunitetit dhe prindve, që baballarët humbin shumë kur nuk angazhohen me fëmijët. Edhe është të mërshme në ato workshopet që bashim, që kishte babë që kishte 5 fëmijë, dhe nuk ja kishte idenë si ndrohet një penelin fëmijës. Pra 5 fëmijë të akon paka shumë 10 vjetë për ndërim, dhe nuk e kishte idenë se fëmija çfarë nevojash biologjike ka. Pa si mund t'i përgatitet qumshti i fëmijës për me pi gjatë natës kur zohet për gjumit. Pra në këtë terren punojmë dhe kjo është, nuk po them se është e përzgjidhshme, po është që haset shpesh në shoqëninë tonë dhe kjo fushat mu më ka lanë shumë impakt për faktin që kena më rritë shumë baballar tek ajo që është pika më e dobët e një prindi që e fëmija. Pra edhe i prindi që mund t'ishte pak përbindsh, po them kështu, gogol që e rra fëmijën, unë e di që e don fëmijën. Por nuk ka pas mundësin me u përpunu si babë, që me ditë, me paraqit, me shfaq dashnin si duhet, po them unë, sepse nuk kena një metër se cila është forma që duhet. Kjo ka qenë një fushat, më së di nga të parat në Shqipëri, përsa i përket prindërimit pozitiv baballarëve apo jo. Dhe ti përmende shumë mirë aspektin e fëmijëve si një element motivues që këto prind, që këto burrat ndryshojnë. Kjo ka dalë edhe nga studimet përsa i përket shërbimeve të këshillimit me dhunuesit, kur përdoret fëmia si motivues, prindi, burri dhunues e ka më të lehtë të ndryshojë sjelljen e tij të dhunshme. Dhe në këtë kuadër, Fatjon, tash i kthehemi në terapinë individuale tek për tek. A ke pati një sfidë konkrete që burrat ta kanë hedhur ty dhe ti me të vërtet je ndi i provokuar, je ndi i sfiduar? Po, kryesisht seancat e para është një lloj sfidimi që ato burra që janë atë përballë, tek arritja përballë, përdorin forma, strategji, manipulimit, njëherë për me zjarë vedin viktim. Pra unë jam viktime sjellja është, si thush, mas rëndëse, sepse faji nuk e pranojnë, është tendenca që mas ta pranosh, patjetër. Vazhdimisht ato kërkojnë me minimizu veprimin që kanë bë, deri kur fillon pjesa e seancave që ka të bëjnë me rinërtimin e aktit dhunës. Dhe kur fillon rinërtimi është si me kanë të ndërtu një puzzle, që ju ulesh bashkë me të hap mas hapit me pasë si nodhi. Në çdo moment ka rezistenca, kthim mrapa, por ama shifet fakti që arrin me kuptu që prit se këtu pas ka marrë një vendim më të vogël.
këtu pas kam pas një alternativë tjetër. Këtu pas kam pas mundësi me u shmang konfliktit. Edhe këtë gjatë aktit rinërtimit, gjatë rinërtimit aktit dhunës, ato fillojnë të reflektojnë. Ajo që theti ma herë që bëhen shumë ma mritshëm dhunusit kur flitet për fëmijë, kur flitet për fëminin e tyne. Pasi që kanë përjetu ata kur kanë pa babën që ka dhunu nanen, ose kur që kanë pa ata që kanë përjetu kur baba e ka dhunu këta. Se si ka ndiku thymja kufeve tyne në vendimin që ato marrin. Edhe shpesh herë arrin në konkluzionin që unë jam mësu në këtë formë. Unë jam i mësu në këtë formë. Edhe kjo është pika ma mrekulli në një proces terapeutik kur ato vetë disohen që janë mësu. Sepse në momentin që janë mësu, atëherë fillan faza tjetër e trajtimit që është çmësimi i asaj që i ke mësu. Shqyr, ne si që një njerëzore kena mundësinë me mësu gjana gabim, me ba gjana gabim, po edhe me rikuperu, pa dhe gjatë që e kena mësu gabim, me rinërtua dhe i herë me një formë më të shnetshme. Në çdo seancë ka pikpyetje, ka dyshime, a jena të ba punë në rregull, pavarësisht se zyra për djemë dhe burë është pjesë dhe rrjeteve europiane dhe në gjithë Europën me këto programe punohet, gjithmonë është ajo pikpyetja apo bëjmë një punë të shnetshme me dhunusit. Deri tash ka ecë mirë, kena marrë një lloj feedbacku të shpërblys, paktën që nuk kena raste recidivista, por ata që rikthehen edhe herë që masi kanë marrë shërbimin me vazhdu me ushtru dhuna edhe një herë tjetër. Por gjithmonë është e hapën, so puna me dhunusit, përgjithësi puna psikologjike është gjithmonë e hapën. Nuk ka një moment që një psikolog në një proces shëllimit me thonë që tash je i shëruar, edhe je i pavarur, të thonë je i pavarur me dhanë forcë qysh sa anë parë, por nuk ka një garanci që u vula tash edhe ti je si me thonë kështu free, pa dhunë. I shëruar. Gjithmonë është mundësia që individi më ushtru dhunë. Suela, ne jemi këtu mbrana një mes kolegësh shërbimit psikosocial dhe do ta bëjmë edhe një ngacmim ose një lojë për sa i përket asaj që na bëjmë. Ti organizoj në lojë, po. Jo, unë desha që ti për një moment të vehesh në pozicionin e koordinatorit zyrës për djemë dhe burra. Në vend fatjoni, no? Në vend fatjoni në këtë rast. A mund të kishte një strategji tipike që rrjedh nga eksperjenca jote, nga gjithçka që ti ke kalu si psikologe, dhe ta sjellsh ekskluzive për zyrën për djemë dhe burra? Është fantastike, Suat, por tim ki kërku që mu vu në vendin e fatjonit për me sjell eksperiencen, por... Po e nërojmë edhe të rrigit. Fatjoni e ka dhe eksperiencen edhe me të rritë, ka eksperiencen edhe me shkollat, edhe ndoshta thjesht zëvendësimi është pak i vështirë, por do të përpjekem për me tregu një qasjen teme, ose që do të kisha pas unë prioritet momentin e parë që të kisha pas mundësi për me koordinu zyrën tuaj, të pas parasysh gjithmonë shërbimet që ofroni. Unë jam gjithmonë për identifikimin e hershëm, për shërbimet e hershme, trajtimin që në gjenesë të problemit. Pavarësisht se nga puna që keni dhe nga kontakte që keni me djemët edhe me burrat, mund të jeni në kontakte të vona, është ajo që tha Fatjoni, mënyra se si kanë jetu, mënyra se si janë rrit, eksperienca që kanë pas, e shumë gjana tjera, edhe trajtimi për ju është shumë më i vështirë, apo ja, sepse duhet kthehen në vite e tjerë. Nërsa shërbimi dhe fokusimi që në moshat e hershme, ndoshta që në kopsht, do të kisha menu për disa strategji ose plane parandaluse në kopsht, ndoshta jo vetëm me pjesën informuese, por diçka më bashkëpunuese me stafet, me fuqizimin e stafeve, me prindërit patjetër që po, por që në moshën e hershme. Okej, duket një strategji që ndoshta parandalon gjithçka që mund na vijë mandej nga dhuna, nga problemet që lidhen me shumë e vështirë, edhe nga çështjet kulturore që ne kemi, nuk duket e lehtë, por mendoj që do të kishim tentuar dhe do të kishim provu që
të bashim pjesë që tek fëmijët, ndoshta edhe me programet edukative, qoftë edhe me librat, me formën se si servirim librat dhe lojrat fëmijëve, meqenëse ata mësojnë nëpërmjet librave dhe lojrave, në mënyrë që të vendosim disa bloqe dhe të ndërtojmë një koncept tjetër për dhunën. Po jo vetëm për dhunën, por edhe viktimen. Çështja e empatisë dhe ndjeshmërisë duhet që të trajtohet që në moshë të hershme. Unë e verë këtë edhe me të rinj që punojmë çdo ditë dhe e them që çdo ditë më shumë ka rënë ndjeshmëria dhe empatia që ata kanë për viktimen, jo vetëm për dhënuesin, por edhe viktimen, ndoshta në format e fenomenin e bullizmit që trajtojmë shpesh në shkolla dhe nuk ndalen për të kuptuar se si ndihet realisht viktima. Pra është e nevojshme që të rrisim nivelin e ndjeshmërisë dhe të empatisë tek fëmijët në moshë të hershme. Në një imazh perfekt për ty, kush mund të ishte një shoqëri e cila është pa dhunë? Cila mund të ishte komponenti kryesor me gjithë institucionet, sepse po flasim edhe për bashkëpunimin me institucionet, po flasim edhe për zhvillimet, programet të hershme. Është shumë e vështirë për me bërë një analizë dhe për me dhënë një imazh faktikisht kaq perfekt, por gjithmonë duhet të themi që familja është çelësi i të gjithave. Nëse do të kemi një familje bashkëpunuese, nëse do të kemi prind të përgjegjshëm, vigjilent për të ndihmuar fëmijët dhe për të parë ndryshimet e fëmijëve që në fillimet e tyre, për të kërkuar shërbime, për të pranuar kur ata nuk ndjehen mirë dhe për të kërkuar që të trajtohen, besoj se shumë gjëra dhe problematika do të ishin reduktuar në të ardhmen. Ishin mesazhe fantastike. Fatjon, për ta mbyllur së bashku, a ka një hap të radhës që bën diferencën për zyrën për dim dhe burra që mund të merret në të ardhmen? Pra, po ta bëj këtë pyetje në rolin e koordinatorit, por edhe të si thosh në një projekti për ta çuar diku edhe më lart zyrën për dim dhe burra. Në tonë bashkë kena gjithmonë të shqetësuar ose dhe ne kena të merakun se cilat mënyra të reja duhet me zgjedh për me zyra me vazhdu funksionimin e vet, por edhe me zgjedh mënyra të tjera për me kenë sa më afër komunitetit dhe publikut. E para është që nuk është se lidhet direkt vetëm me zyrën, po janë edhe proceset ligjore dhe Shqipënia i ka hap grup kapitlit të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe vetë puna me dhënuesit parashikohet në këto korniza ligjore. Prandaj pjesa kryesore, hapat kryesor imediat janë që protokollet dhe standardet e punës me dhënuesin të miratohen edhe të bëhen edhe funksionale edhe detyruese për të na Bashkitë e Shqipënisë. Pra kjo është një lloj fokusi që do kena që nga viti i arshëm kur zyra jonë merr edhe koordinimin e rrjetit të punës, rrjetit shqiptar të punës me burra të dhunshëm. Kjo është si hap paçuj institucional, ndërkohë që pjesa tjetër është efektshmëria e punës me dhënuesit. Pra duhet gjejmë një trajnim të ri, një thellim të ri për sa i përket strategjive se si më ndërhyjë dhënuesi, se jena një shoqëni, jena në një kohë që ngjarjet, fenomenet kalojnë shumë shpejt. Ndryshimet janë shpejta. Ndryshimet janë shumë dinamike dhe ndoshta një gjë që dje na duk shumë e re, sot është bërë shumë e vjetër. Edhe ndoshta formimi jonë, programet tona fillojnë të vjetërsohen se u bën më shumë se 10 vjet që ne punojmë pak a shumë me të njëjtat programe, me të njëjtin thelb, por këto 10 vite edhe tipologjia e dhënuesve ka ndryshuar, edhe futja e elementëve të dhunës digjitale, dhunës kibernetike, ndoshta inteligjenca artificiale si ka me ndikuar të dinamikat e familjes edhe të dhunën në familje, nuk kena ala dhëna për këtë gjë dhe mendoj që vitet e ardhshme ka me kenë fokus të punës tonë që t'jena gjithmonë sa më prezent edhe sa më afër, pra që mos dzehen në gafil për pjesën se që me bëmë me këtë dhënues tash që nuk është dhënues vetë, po e mëson që LGBT-ja me dhënues. Unë më mend një zhvillim që na detyroi pandemia viti 2020, ku kthyem pra terapinë nga individuale fizike në individuale në largësi online. Kështu që të tilla mund të jenë dhe unë mendoj që dhe uroj shumë që t'i paraprimtë në zhvillimin e treja. Jam shumë i lumtur për kohën që nda me bashkë dhe ju falenderoj për gjithçka që pat me mundësi me nda.
Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Gjithashtu shumë e lumtur që po dhe mundësinë ndallë që jeni kolegë të mi.